Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste vendosi dje riorganizimin e strukturave që solli debate në radhët e socialistëve. Pika e dytë e rendit të ditës për ndarjen e të deleguarve të kryesisë dhe antarëve të Asamblesë Kombëtare në rrethe nuk është pritur mirë nga disa përfaqësues socialistë. Shkaki i kundërshtimit është bërë ndryshimi i drejtuesve politik të zonave të administrimit zgjedhor dhe të rretheve në të gjithë Shqipërinë. Kjo ndarje i jep përgjegjësi antarëve që të bëjnë drejtim politik të zonave të ngarkuara nga Asambleja Kombëtare. Në mbledhjen e djeshme me dyert të mbyllura të asamblesë, sekretari për organizimin Blendi Klosi ka lexuar 230 emra të antarëve të kësaj strukture, se si do të shpërndahen në të gjithë vendin. Nga leximi i emrave është vënë re se ish kryeministri Fatos Nano është deleguar për të drejtuar qarkun e Tiranës. Por si e kanë pritur qytetarët e Vlorës rikthimin e Fatos Nanos në Partinë Socialiste dhe çfarë mendojnë ata për ndryshimet e bëra? Të them të drejtën, më vjen mirë që të rikthehet, por dua që në qoftë se edhe ai kërkon që të rikthehet dhe të jap diçka Partisë Socialiste, është mirë dhe ai të këmbej mendimet, mos jetë me dy fytyra. Mirë fare, në qoftë se ai ka ndërmend që të jap atë mendimin e tij, është mirë që të kthej kurrizin, se njeriu ka vetëm një faqe. Dhe të shërbej atësaj që ai ka idealin e tij, në qoftë se kërkon ta mbrojë deri në fund. Riorganizimi i Asamblesë Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Lëvizje këto të cilat PS-ja e Vlorës nuk do t'i pranoj. Ju si e mendoni? Shiko, megjithse unë jam emigrant, po është më mirë të flas se sa të mshihem. Kjo lloj lëvizje është shumë mirë që është bërë për mua, për mendimin tim, për arsye se njerëzit këtu kanë zënë rrënj dhe nuk shkulen më që nga mos ma mini për të keq, po që nga shpëtim gjika. Është mirë dhe ai që e ka bërë këtë, kush ka dhënë këtë mendim dhe ka ekzekutuar, ka bërë gjën më të bukur, sepse rrënjë është vetëm një shtëpi që hyn dhe del, ndërsa pushteti dhe shteti nuk janë rrënjë, po janë dek që ndihmojnë popullin. Në këtë mënyrë, nëse këta kërkojnë të veprojnë që kjo shtimja dhe mbaroi, është shumë gabim. Prandaj gjëja më e bukur që është bërë është që këta të mos jenë njerëz të vendosur sot dhe 100 vjet, se vuajtëm 50 vjet nga kjo punë. Dhe me që po shikoj, nuk ma se bëj dhe gabim, me që po shikoj ka akoma 20 vjet kjo punë, sa duhet, dhe 20 tjera të arrime në Verogjën. Prandaj ka mendimin që gjëja më e bukur që është bërë, është vetëm kjo që televizin njerëzit, në qoftë se ai që ka botë, ka jetë, e kupton, për të mirën e përgjithshme, duhet ta pranojë i ndërgjegjësuar kudo që të jetë. Të punoj qoftë për mua që jam moshatar, qoftë dhe për ty që je djalë i ri. Ju faleminderit. Të lutem. Çfarë mendimi keni lidhje me rikthimin e Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste? Ata që kanë gjykuar për të afruar janë më të mirë se unë. Po në lidhje me riorganizimin e Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar. Shiko, me këtë nuk jam dakord. Ka sjell largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe afrimin e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranoj. Çfarë mendimi keni? Unë jam dakord me vendimin e Partisë Socialiste të Vlorës, nga që dhe në përgjithësi, në për ato rrethe ku ka pasur sukses, nuk do ndryshuar. Është një lloj si në futboll. Nëse një ekip udhëheq, nuk ka arsye për të ndruar stafin, për të ndruar lojtarët. Me rikthimin e Fatos Nanos në Partinë Socialiste. Është e çuditshme që të vesh prap me Edi Ramën, ku e diun se si janë ndrequr me njëri tjetrin. Ka ndonjë kompromis këtu mes. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në shkallë kombëtare ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Këto lëvizje nuk janë pritur mirë nga Partia Socialiste e Vlorës. Çfarë mendimi keni? Nuk kam asnjë mendim. Këto gjëra nuk i llogaris dot se si bëhen ndërmjet tyre. Çfarë mendimi keni në lidhje me rikthimin e Fatos Nanos në PS? Një sukses për Partinë Socialiste. Partia Socialiste të mira do të kia. Se mbi të gjitha ai është krijuesi i Partisë Socialiste. Sado eksperjenca e tij do i plotësoj shumë tek Partia Socialiste. Edhe socialistët e kanë dashur gjithmonë Fatos Nanos të jetë, pavarësisht ngjarjes që kanë ardhur kohë fund, po është sukses i madh për këtë rikthim të Fatos Nanos. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat PS-ja e Vlorës nuk do t'i pranoj. Si e mendoni? Është gabim që mos i pranoj, pse mos i pranoj? Më mirë
deputeti ose ai antari asamblesë do të vej atje ku s'ka vajt ndonjëherë. Se unë për shumë Albeni Saraj kam e njoftu. Do të njoft Valentina Lex dhe mendimet e saj dhe sugjerimet e saj. Ajo do t'i çojë më mirë ato të mirat dhe të këqijat që do marrë nga baza që do t'i çojë në Partinë Socialiste në Asamble. S'ka asnjë gjë të keqe këtu. Unë nuk shikoj, unë si qytetar i thjesht, nuk shikoj asnjë gjë të keqe që mos ta pranoj. Pse mos ta pranoj? Se ja Rashevdit, ai është punëtor i partisë dhe do të vej ku ka nevojë partia, në Kosh, në Shkodër, në Elbasan, ku do të jetë. S'është të thënë që unë jam për shemb nga Vlotri në Vlorë. Unë do të shkoj Shkodër, hallet e Shkodrës, të Pukës, të Tropojës, ku janë e kus janë. Është një politikan gjë për cilën kam depules, që Partia Socialiste është një nga politikanët që mund ta rregullojë dhe mund ta çojë para. Është shumë e saktë, është shumë e drejtë. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Lëvizje të cilat Partia Socialiste nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Gjithmonë ai që është në krye të çdo institucioni mendon gjithmonë kur ati i vinë rregullat, domethënë ashtu siç i do, i lënë atë siç janë. Kur ato nuk vinë, ai lëviz. Gjithmonë janë në lëvizje. Gjithmonë lëvizin. Si ashtu e mendon? Po zakonisht gjithmonë për interes për vetes tia. Kështu vijnë këto. Politikani gjithnjëherë duhet të jetë, për mendimin tim, në zhvillimin e vetë të partisë. Në demokracinë e brendshme të saj dhe të jashtme. Që ti mbushë mendjen e popullit, do të thënë që kjo është një parti e fortë që për cilën mund të ushtri dhe pushtet të rregullt të popullit. Me ardhjen e Fatos Nanos në Partinë Socialiste. Ato i di vetë problemet, i di vetë Partia Socialiste. Ne na intereson një opinion qytetar. Mirë ka bërë që ka ardhur. Është figurë e zgjuar, është intelektual, është i vetmi njeri që mund ta bëjë për president. Riorganizimi i Asamblesë Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorë nuk do t'i pranojë. Si mendoni? Nuk është bërë për të gjitha rrethet, s'është bërë për vetëm për Vlorën. Pra, po Partia Socialiste del nga Vlorë nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Unë kaq di, kaq them, ato i bën vetë organizimi i Partisë Socialiste i bën vetë. Ato i di vetë. Qytetar, mendoni që qarkullimi i figurave i jep prioritet dhe zhvillim partisë? Patjetër për mirë është bërë, ne i bëhet. Çfarë mendimi keni në lidhje me rikthimin e Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste? Me këto parti që janë dashni ka vend për të gjithë. Pavarësisht nga veprimtaria, momentet caktuara bëjnë domosdoshmëri rikthimin edhe shumë të atyre që kanë ikur. Megjithatë, shikojmë si do rridhin ngjarjet. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Lëvizje të cilat Partia Socialiste del nga Vlorë nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Nuk ka ndonjë problem. Ata janë të tërë antarë të Këshillit Drejtues. Nëse jep ndihmën në Vlorë apo në Fier apo në diku tjetër është e njëjta gjë. Detyrimi është i njëjtë kudo në të Republikën. Kthimin e Fatos Nanos në PS. Fatos Nanos si politikan është i mirë, po rrim shumë jashtë shtetit se në Shqipëri. Kështu që më mirë të reja nga jashtë. Çfarë mendimi keni në lidhje me rikthimin e Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste? Është një korrigjim që bëri Rama. Fatos Nano është udhëheqës historik, pavarësisht se është komunist. Ata komunistë janë gjithë. Partia Socialiste në komunizmi vjen. Edhe ashtu po vazhdon. Në qoftë se nuk do rinovohet, nuk ka gjë në vijë. Ja, unë jam popull rrallë se gjithë të tjerët. Po megjithatë Fatos Nano është politikan. Është politikan ai. Po s'ma merr mendja të vej ai. E kupton? Nuk ma merr mendja të vej. Se di. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Albeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt. Lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Tani e din ata, ne nuk harrosim dot deri këtu. Ajo është një freskim, se edhe u mykën. Këta e kishte edhe komunizmi që në kohën e Verozhës i freskonte, dhe kjo do freskon partia. Se uji në një vend turbullohet, qelbet ai. Prandaj unë jam i djathtë. Po me mendimin e Ramës bashkohem këtu. Kthimin e Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste. Është një gjë domosdoshme për Partinë Socialiste që Fatos Nano të kthehet në politikë, me sidomos në PS-n. Se ai e ka krijuar dhe ai do të jap rezultat mirë, mendoj unë.
Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Arbeni Sarajt nga Vlora dhe ardhin e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Për mendimin tim ka gabim që si pranon Partia Socialiste, dëgjova edhe në televizor. Ata kanë thënë të njëjtë llafe sa herë kanë artu të njëjtë llafe. Të vim prapë të përsërin pa ato llafe që kanë thënë atëre, populli nuk i beson. Kështu që ata do shpjen mendim tjetër dhe ndryshe në vend tjetër. Kudo vende ku janë ashtu, mendimi im gjithmonë. Rikthimin e Fatosnanos në PS. Po është një politikan i pjekur, i duhet jo PS-s, po i duhet komit. Në situata të tilla e ka zgjidhur çështjet, flas për çështjet e popullit, çështjet e komit, në çështjen e vizave, në çështjen e futjes në NATO, në Atlantik, ai i ka dhënë zgjidhje komit. Dhe vetësi. Me gjitha është një politikan i pjekur. Nuk është si këta që dalën tani. G99, PS99, kuqezi, jeshil të kuq, nuk e di se çanca dalën sa kalamaj kopshi, është me gjitha është një politikan i vjetër. Dhe i duhet komit, jo vetë vetësti, po i duhet komit. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Arbeni Sarajt nga Vlora dhe ardhin e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? Këto bën më shumë për zonën e influencash. Konfliktit që kanë ndaj vetvetes, PS-ja, dhe jo atje po do ikin akoma në poshtë. Me çdo kush do të ketë Fatosnano jote PS-ja, po do t'i kthehet komit, flasë edhe një. Çfarë mendim keni në lidhje me rikthimin e Fatosnanos brenda Partisë Socialiste? E paragullt. Fatosnano aq ku bërë dorëheqje e deri sot ka duket se po bën 10 vjet apo. Bëri dorëheqje në ashtu do futet prap për të ngatruar partinë. Nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Arbeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranojë. Si e mendoni? E pa drejt. Vlora ka djemt sajt sa të duhet. Edhe të zot, edhe të zgjuar, edhe të Partisë Socialiste. Janë shumë të mirë. Vlonjat. S'ka nevojë Vlora t'i bjen të huaj. Unë nuk e di se na është ajo Valentina ose ai teatri. Nuk e di na janë, po që vlonjat janë shumë të zot për trollën e tyre. Edhe për Shqipërinë. Faleminderit. Është një nga të parat që vendosi për Partisë Socialiste, kupton, është i pari, është drejtuesi i parë, duhet të kthehet. Ka nevojë që të kthehet. Janë të gjithë të nevojshëm, të gjithë duhet të japin një ndihmës për Partinë Socialiste. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Arbeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk i ka pritur mirë. Si ju duket kjo? Këto janë probleme që i din vetë ata, nuk mund të them dot asgjë. Janë problemet e tyre që i din vetë. Një mendim qytetar në lidhje me këto lëvizje. Mirë është që nuk janë larguar. S'duhet të largohesh. Megjithatë ai është mendimi i tyre, është vendosja e tyre. Partia Socialiste ka nevojë të bashkohet. Edhe për mua them qëllimi është që të vihet president. Se Rama e ka më shumë interes që ta bëjë president Fatosnano sa jo Zofia Topalli. Kjo është mendimi. Riorganizimi i Asamblesë së Partisë Socialiste në rang kombëtar ka sjellë largimin e Arbeni Sarajt nga Vlora dhe ardhjen e Valentina Leskajt, lëvizje të cilat Partia Socialiste e Vlorës nuk do t'i pranojë. Si e mendoni këtë? Ajo që është vendimi i përgjithshëm, shumica, pakica duhet t'i zbatoj. Kështu e kemi pasur ne, se kam qenë vetë komunisti. Edhe shumica, ajo pakica i nënshtroi shumicës. Kështu që për mua është e drejtë se në Vlorë edhe njive me një i tjetër këta deputetë janë miqësuar ose diçka tjetër, ku e çon në një rreth tjetër, si një, s'ka shoqëri. Apo se shu? Po, me siguri do punojnë më mirë.